Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falendrojmë, për shëndetjet të përzemërta me Muhammedin alayhi salam dërgojmë. Një ngjarje shumë e shkurtër, por shumë lën të kuptojmë gjëra nga kjo. Në kohën kur muslimanët ishin në pushtet, ndodhi që Ebi Ja'far el-Mansuri ishte nga Abasitët, pra në Irakun e sotshëm, në Bagdad më saktësisht. Pas vdekjes vllaut të tij, mori pushtetin dhe u bë kryetar i muslimanëve. Filluan njerëzit të shkojnë të ja përurojnë se u bë kryetar i muslimanëve. Ndërta shkoi një dietar, një njeri i urtë, i cili shkoi t'ja përhajron khilafetin apo marrjen e pushtetit apo pozitës si halife. Pasi që ajo uroi, tash kryetari i muslimanëve Ebi Ja'fari po i thot këtij dietarit i cili e kishte emrin Muqatil. Edhe po i thot kryetari Muqatilit: o Muqatil, më këshillo diçka, më jep dhe një këshill. Ky njeriu i urtë, dietar, po i thot: apo don të këshilloj me atë çka e kam parë, apo me atë çka e kam dëgjuar? Kryetari, pra Ebi Ja'far el-Mansuri, po i thot: jo, po dua që të më këshillosh me atë çka e ke parë. Thot: vallai, thot, o kryetari muslimanëve, o i halife, kam pa, thot, kur Omer ibn Abdulazizi vdiq, pra i para këtina, ky, thot, la, thot, pas vete 11 fëmijë, edhe 18 dinar. Për këtyre 18 dinar, thot, u shpenzuar 5 dinar për qefinin e tina, 4 dinar, thot, për blerjen e varrit, ndërsa pjesa që mbeti ju nda fëmijëve si trashëgimi. Ndërsa kam parë, thot, Hisham ibn Abdul Melikun, i cili la pas vete 11 fëmijë, dhe çdo njëri nga këto fëmijët e këtij Hishamit trashëguan nga babai i tyre nga 1 milion dinar. Ju drejtua prap ky dietari duke i thonën: pasha Allahun, o prisë besimtarëve, kam parë vetëm një ditë të veçme ku djali i Omer ibn Abdulazizit shpenzoi dha nga pasuria e tij për në rrugën në fejen e Allahut për në xhihad, i dha shpenzoi 100 kuaj për hir të Allahut azza wa jall. Ndërsa nga djemt e Hishamit i kam parë me sytë e mjetët ata që kam trashëguan shumë nga baba i vet pasurinë të madhe, i pash duke lyp rrugës, pra ishin bërë lypsar. Çka lën të kupton kjo ngjarje, të nderuar dëgjues dhe shikues? A shihni se në çfarë mase Allahu azza wa jall sjell dobin e fëmijëve për shkak të devotshmërisë së prindërve? Kjo është një e vërtet që Allahu e ka përjetësuar në Kur'anin fisnik, i cili thot: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Çka do të thonë? Le të kenë frikë ata, sikur të linin pas vete fëmijë të dobët. Pra kujdes nëse le fëmijë të dobët pas vetes. Kuptohet që ju do të shqetësoni për ta, por mos më shqetësu ju për ta, lejoni fëmijëve të juaj frikën ndaj Allahut azza wa jall dhe foluni fjalë të drejta. Pra nëse u lëm fëmijëve ton pasuri, mund që ata me atë pasuri të devijojnë dhe atë pasuri ta keq menaxhojnë dhe në fund Allahu ta ngrit bereqetin. Por nëse fëmijëve ton u lëm devotshmëri, u lëm edukat e dituri, këto do të sjellin, pra devotshmëria, edukata, dituria, do të sjellin fëmijëve të dobi,
ashtu sikur që ju sjellën gjeve të Omer ibn Abdulazizit. Leje që do të fitojnë për vete, por do të jenë edhe hajër për ty edhe pas vdekjes tënde. Kështu që fëmijëve tonë le t'ju bëjmë dertin për devotshmërinë, për detyrinë e edukatën e jo për pasurinë, sepse Allahu është ai furnizuesi. Allahu ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.